Po bëjnë prerjen e shiritit për asfaltimin e rrugës. Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, së bashku me banorët e fshatit Popoc, bën porimin e rrugës e cila sipas tyre është projekt i rëndësishëm për banorët e këtij fshati dhe një hap drejt përmirësimit infrastrukturor të kësaj ane. Kemi në përurim në fshatin Popoc, në rrugën e cila përfshin 1 kilometër e 200 metra, vlera investimi kuvendit komunal është afërsisht 114.000 euro dhe një mënyrë për lehtësinë dhe qasjen e fshatit në rrugën kryesore. E banorët shprehen mirënjohje dhe falënderim për këtë investim. Na ti falenderoj komunën, po ashtu edhe kryetarin Mimoza, jena të kënaqur si fshat deri që tash është krejt në rregull. E kem kryetarin këtu, kërkojmë edhe ndriçimin e patjetër për shkak kena edhe një problem tjetër. Zona kryetare, fëmija janë të vogël, udhëtimin e kanë shumë larg. E festën e pavarësisë së Shqipërisë me përrime e pritën edhe banorët e fshatit Duzhnje. Pikërisht në lagjen Zenelaj u bë prerja e shiritit për asfaltimin e rrugës nga kryetarja e komunës Mimoza Kusari Lila dhe banorët e kësaj ane. Kusari Lila përgëzoi banorët dhe u shpreh se do të vazhdojnë realizimet të projekteve të cilat ndikojnë në përmirësimin e infrastrukturës në këtë rajon. Në fshatin Duzhnje bën përurimin e rrugës e cila ka filluar 5 vite më parë dhe arriti të përfundohet, domethënë si rezultat i investimit kuvendit komunal. Janë asfaltuar 940 metra në vlerë 92.000 euro investimi kuvendit komunal. Asfaltimi i rrugës mbi 1 kilometër ishte kërkesë e kamotshme e banorëve të fshatit Duzhnje. Ata falënderuan kuvendin komunal për këtë investim. Kjo rrugë ka qenë siç e kanë po edhe më parë, ka qenë edhe nëpër media një rrugë katastrofe e cila na ka zgjedh probleme shumë, kena pas probleme si ujë si këtu, edhe me asfaltimin e kësaj rruge kena zgjedh shumë probleme si familjar këtu, shtëpi na këtu. E falenderoj kuvendin komunal Gjakovës që na ka mundsuar rrugën këtu edhe qeverisjen lokale e cila na ka mundsuar me aktivitete. Të gëzuar e pritën kryetarin Kusari Lila dhe banorët e fshatit Dev. Pikërisht në lagjen Aslani u bë përrimi i urës së sapo ndërtuar. Kështu e festuan 28 nëntorin edhe banorët e kësaj ane, të cilët e falënderuan kryetarin Kusari Lila dhe kuvendin komunal që investuan në ndërtimin e kësaj ure e cila sipas tyre ishte më së nevojshme të bërë. Ndërtimi i kësaj ure ka qenë shumë i nevojshëm, jashtëzakonisht i nevojshëm. Banorët këtu kanë pas shumë vështirësi, ura është kanë prishur nga viti 2011. Tash është ndërtu, është një mrekulli, nuk ka fjalë që më me përshkruaj këtë bukuri. Ndërtimi është bën në mënyrë me cilësitë duhur. Edhe një herë gjithë banorëve të komunës Gjakovës, të fshatit Dev, ju uroj festën e 28 nëntorit. Kjo datë është shumë e rëndësishme për ne. Është edhe ditë feste, është edhe përrimi i urës që po na gëzon shumë. 28 nëntorin po festojmë me banorët e komunës tonë. Kuvendi komunal ju përgjigj kërkesës së banorëve të lagjes Aslani, kështu tha e para komunës Kusari Lila. Disa investime me radhë janë bërë dhe kjo një urë shumë e rëndësishme për qarkullimin e lirë për banorët e fshatit. Ka qenë kërkesë e kahmotshme dhe jam shumë e lumtur që sot me 28 nëntor arritëm të bëjmë edhe inaugurimin e urës në fshatin Dev. Me këtë rast në nder të festës së flamurit, kryetarja e komunës Mimoza Kusari Lila së bashku me bashkëpunëtorët komunal bëri homazhe pranë lapidarit të rënëve të fshatit Dev.